Banorja Egli Tako është larguar nga Big Brother VIP 4. Danja lexoi një zarf të kuq, ku thuhej se ajo ishte larguar për arsye shëndetësore. Banor, vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja Egli Tako për arsye shëndetësore të ndërpresë menjëherë garën. Egli ju uron suksese të gjithëve, lexoi Danja. Për këtë arsye, Big Brother ka marrë vendimin për të anuluar televotimin, në të cilin ishin gjithë banorët, me njërin prej tyre që do të lindte shtëpinë të shtunën. Anulohet televotimi. Vendimi si shkak i largimit të Eglit nga gara për arsye shëndetësore, shkruhej në njoftimin zyrtar të Big Brother. Pas largimit të saj nga Big Brother VIP 4, Egli Tako ka reaguar me një postim në Instastory. Më keni pyetur shumë si jam. Ndonjëherë pyes dhe veten si jam. Dhe nuk e di si ndihem. Unë vetëm e di që kam një boshllëk brenda meje. Dhe nëse shikoj brenda vetes shoh ngjyrën e zbraztisë. Është diçka e çuditshme. Ndonjëherë shpëtoj veten dhe ndonjëherë nuk mundem. Thjesht e di që në këto momente kam nevojë të ndjej ngrohtësinë e përqafimeve nga familjarët dhe miqtë e mi, shkruan Egli.